Mirë se erdhe në studio. Kënaqësi që ju kemi, edhe pse nuk do flasim vështa për shifra pozitive, do flasim për diçka goxha alarmante. Si është në këtë mëngjes cilësia e ajrit në përgjithësi në Kosovë? Sot mëngjesi do thotë është 2 fish mbi normat e lejuara, janë ndotjet. Fatkeqësisht, mirë po mbrëm ka qenë shumë keq. Do mbrëm ka qenë koeficienti i AQI-s mbi 179, do kam rritë në 202, që është diçka alarmante, sepse i kalon 3 fazat e asaj që themi për shtresat e ndjeshme dhe kalon dhe rrezikon të gjitha shtresat, do çdo person. Në qoftë se AQI-ja është mbi 50 mikrona, se AQI-ja është një kombinim i parametrave kimik dhe fizik të liruara në ajër nga djegjet e ndryshme. Parametri kryesor për shëndetin e njeriut në Evropë dhe në Kosovë, sepse kemi ligjin barabartë me direktivat europiane, është 50 mikrogram për metër kub, kurse nëse kjo të kalohet atër nga një gjendje e standardis, edhe kjo është ndotje, dhe në 50 është ndotje, mi po ndotje toleruar, ka tolerancë. Pra, dhe në 50 është ndotje e toleruar, ndërkash ne kemi rritë jemi i 200. Fillon e moderuar 50 deri 100. Atëherë njerëz që kanë astma, kanë probleme kronike, ata duhet me pas kujdes, do të me mbajt maska ose diçka tjetër, kurse mbi 100 atëherë futemi në atë të kuqen. Që mundet me bot dam të gjithve. Çka rekomandohet në situatat e tilla? Po situata masa fatshkurtra jep sidomos Instituti Shëndetit Kombëtar, që pak kush po e përcjell fatkeqësisht edhe mediat, do të thotë vendosja e maskave është obligative, pastaj mos hapja dritareve se nuk kemi çka më aeros dhomat, më mirë se ajo ajri ndotur brenda se sa t'i japin dritaret, pastaj pra mos mi hap dritaret. Mos më hap dritaret. Jo e dini që edhe natën edhe ditën nëse hapni tani dritarët, çfarë arume e keq, çfarë kundërmime vjen. Do thotë në situatën që jemi aktualisht me papastërtinë që e kemi në ajër, rekomandohen maskat katë lëvizje. Sidomos sot mbrëm që 3 ditë e fundit, që 3 javë situata gjatë gjithë jetorit ka qenë ndoshta jetori më i vështirë që e mbajnë mend, se punojmë prej 2003-s. Prej 2006-s kemi stacione mase, Kosova ka stacione, kurse prej 2012-s jemi në sistemin online. Që një 5-6 vjetë jemi në sistemin online të Evropës. Qytetarë përveç që mund me shua AQI Prishtina ose AQI në qyteti Kosovës, mund me u fut në European Air Quality System, është një aplikacion që janë gjitha stacionet e Evropës dhe të Kosovës, janë 12 stacione online, që na jep neve për secilin qytet si është gjendja. Shumë i thjeshtë edhe e mora në telefon. Janë gjone shumë thjeshta. Fatkeqësisht ka njëherë ky sistemi si vjetë karoj i Kosovës, sepse nuk kemi përkujdesje në këtë vit diçka nuk është në rregull edhe me përkujdesjen e ministrisë. Do të mungojnë fondet ose nuk e kanë bërë mirëmbajtjen se duhet një mirëmbajtje vjetore. E mirë, zotëri Marina, me qenë se po thoni që rekomandohet në aspektet e rregullatives ndërkombëtare që do të përdoren maskat në situatën e sotme, a do të ketë reagim edhe institucional për këtë situatë që thoni ju si alarmante? Po, nëse më lejon të një lloj komunikate të ndonjë ose diçka që është bërë më alarmante. Nga Shëndetësia Publike ose nga Ministria e Shëndetësisë. Po, këto janë të ndërlidhur. Agjencioni i Mjedisit të Kosovës dhe Instituti i Shëndetit Kombëtar janë bashkëpunëtorë të përjetshëm, do thotë paqarë do të më bashkëpunojnë, edhe mos është domosdoshmë kanë relacionet e ndërtuara dhe të gjithë këto mac profesional që janë, që kanë kushtuar në Kosovë, janë mas standard më të mirit në Evropë. Do të janë teknologjia fundit, sepse kanë vendosur shumë ambasada dhe airpointera, po ata nuk janë sigurt edhe macat sigurt, mirë po macat e stacioneve të shtetit janë me kriteret vendosur në pika caktuara që matin ndikon për 250.000 banorë. Çka po e sjell këtë gjendje? Cilat janë shkaktarët kësh nëse... Para se me fol për shkaktarët, po ja përgjigjem se ishte pyetje e mirë, nëse 3 ditë me radhë te kalimi është mbi 100, do të automatikisht qeveria do të më dhon alarmin përmes Institutit Shëndetit Kombëtar, po edhe kryeministri do të thasë ministrin e Mjedisë dhe Shëndetësisë të marrë masa të menjëhershme për arsye se kanë kaluar 3 ditë me radhë ndotje mbi normat, ndotje që rrezikon shëndetin e gjitha shtresave të popullatës.
Edhe kjo do të thotë nuk po bëhet. Përpara nëse ju kujtohet, kemi marrë masa, kemi marrë mbledhje të veçanta të qeverive, po edhe të këshillave të ndryshme sigurisë, të cilët janë mundu me dhoni përgjigje, qoftë me ndalesën e qymyrit, qoftë me ndalesën e druve, me ndalesën e automjeteve më fut Prishtinë kur është smogu. Do të shpallet gjendje emergjente që... Do të më shpallet gjendje emergjente edhe do të me informu popullatën sa ma mirë, gjitha masat e muqme, sepse janë një varg masash nga Instituti Shëndetit, të cilat do të më marrë dhe ndalën daljen në që ka nevojë ndalohen edhe shkollat, ndalohet edhe shkolla në shkollën. Në rast nëse situata vazhdon të jetë alarmante, nga që thatë ju 50 është normalja, ndërkaq vetëm brëm është arritur mbi 200. Mbi 200 në 2. Kjo është ekstreme. Nëse PM 2.5 që ka arrit mbi 170 mikrogram për metër koba, ajo është alarmante. Ju thatë që jemi në dhjetorin më të keq nga viti 2012 kur monitoroni, jo apo jo? Pse mendoni, qka e ka bërë këtë dhjetor kaq të rënduar? Në bazë asaj që e pash nga historiku i matjeve, 2021 ka qenë e vështirë, para 2012 gjithmonë kemi pas situatë keqe, po 2025 kjo shumë varet edhe prej kushteve atmosferike, mirë, po burimet janë aty, burimet e ndotës. Ne kemi dy lloje burime, burimet stacionare të palëvizshme dhe burimet e lëvizshme. Burimet e palëvizshme janë keku, sidomos rreth Prishtinës, po gjithë ato gjashe tjera që lirojnë tymra ose gazra nga një djegje e një lëndë fosile, qoftë qymër ose të lëngshme, do të thotë naft, mazut, goma, tash peleta. Ndërkaq meteorologët këto i konsiderojnë më problematike se sa vetë obiliqen. Për momenti ka qenë dhe Gjilani, Prom, Prizreni, Pikërisht, sepse 11 herë. Gjilani dhe Obiliqi janë një distancë shumë e lartë. Kemë ndoshta Keku sa industria familjare. Keku është një të treta, dhe në 30-40% gjithmonë e përfshin Prishtinë. Këtë rast, meteorologët thonë që kjo situatë shkaktohet sidomos kur ka mjegull. Mjegulla nuk e lejon lëvizjen qarkullimin e ajrit. Kësaj, a mundemi me fajsu kushtimisht mjegullën, apo industrinë edhe këto, sepse mjegulla është diçka natyrore që s'mundemi me marrë masën. Jo, ka mjegullën në vjesh, por nuk ka ndotje. Aftoni, mjegull ka edhe rreth... Por mjegulla, në këtë rast, mjegulla e mban të izoluar, që atë farë detyrimin që na e kemi e mban të izoluar. E krijon smogun. Smogu është mjegulla, është fog, anglisht, edhe smog është timi, e këto se bashkë bëjnë smog. Do më në krijon smogun. Do më në fog edhe smog është smog. Kjo është e njohur nga Londra, për shembull, se kanë vdekur me 10 mijëra njerëz në vitet aty 1910 deri në luftën e parë, luftën e dytë, ka qenë Parisi, dokumentuar. Ato janë filma, do të thonë historira shumë të afta për shkak të industrializimit të madh, edhe mos pasjes filtrave. Po cilët janë shkaktarët e masat, kështu e shpjegu. Për shembull, ato mjetet, prej 2016-ës ka një rregullore në fuqi që të gjitha automjetet që kontrollohen, kontroll teknike, do të me marrë një karton gjelbërt, edhe mos më regjistru pa qatë karton në gjelbërt. Aty shkruan që automjeti juaj liron gasa në normat e lejuara, është e gjelbërt, ose i te kalon normat në oksidet të azotit, oksidet sulfurit, gjitha këto djegje që bën nga nafta ose benzina, dhe atëherë kur shkoni me